Mirë, këto mendet ka mundësi që të diskutojmë në lidhje me buxhetin, fondin, por dhe gjithë çka tjetër që duhet në fakt bashkit apo dhe emergjencat civile, por kryesisht tek pushteti vendor në ndalemi për përballimin e emergjencave, për mbytyjet zjarret, tërmetet apo dhe gjithë çka tjetër. Këto diskutojmë me detaje, duke pasur parasysh edhe situatën që kemi gjatë këtyre ditëve. I themi mirëmëngjes dhe përshëndetje me zotin Agron Haxhimali, ekspert i pushtetit vendor dhe drejtori i Institutit të Bashkive Shqiptare. Zoti Haxhimali, mirëmëngjes edhe një herë dhe faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit juve, mirëmëngjes. Së parë dua edhe si qytetar, por edhe si ekspert një mendim si të zhdukur situata gjatë këtyre ditëve dhe pak a shumë, më së shumti më intereson të pyes si po menaxhohet, si po përballohet, domethënë, edhe me gjithë mjetet që ka në dispozicion emergjenca civile apo edhe pushteti vendor. Shiko, pyetja juaj me dy pjesë shumë e mirë. Spari i keq ardhur dhe shumë i shqetësuar që kemi një situatë të tillë, fshatra të izoluara, kemi një jetë të humbur, bagti të ngordhura, ekonomi bujqësore dhe dëme shumë të mëdha ekonomike, presione psikologjike, sociale shumë të mëdha. Uroj të kaloj në shumë shpejt kjo situatë dhe shpresoj në një kohë të mirë. Pjesa dytë, mobilizimi. Mobilizimi pa diskutim të gjithë struktura vertikale dhe horizontale kanë qenë në gatishmëri në mënyrë të padiskutueshme. Unë i kam i përkas faktit që reagimi i institucioneve me gjithë potencialin e mjeteve që kanë është i mirë, por ajo që mua më shqetëson është fakti që ky reagim ne duhet kalojmë nga reagimi tek parandalimi. Kjo është ajo qëllimi, kjo është ajo motivacioni, ky është objektivi kryesor për të përballuar ngjarje dhe fatkeqësi të tilla. E çfarë është bërë në këtë aspekt, zoti Haxhimali, tek parandalimi? Flasim me që jemi për përmbytjet, sepse në pas emergjencë civile përfshin edhe zjarret dhe gjithçka tjetër që ndoj pyes për fondet. Por te kjo situatë e përmbytjeve, si e keni parë situatën? Është punuar vërtet realisht për të parandaluar apo natyra gjithmonë të ofron edhe më shumë se ç'ti mendon të bësh, sepse ke parë çaret argjinaturave etj etj. Pa diskutim. Shiko, ne Shqipëria në tërësi, pra kemi një klimë mezetare që nuk është se na favorizon për atë komoditetin ton, koha mirë, dielli apo shiu duken element shumë të domosdoshëm. Por në raport me krizat që ofrojnë, me të papriturat që ofrojnë, ne jemi një vend shumë i brisë, shumë vulnerabël. Nuk kemi fitu imunitetin sa duhet përballuar ngjarje të tilla. Marrim në konsiderat tash ndryshimet klimatike, ngrohtja globale bëjnë efektet e veta. Sado i fuqishëm të jetë në organizimin dhe mbrojtjen e emergjencave civile, këto situata të bëjnë të del jashtë kontrollit çdo gjë. Ma nuk mund të rrim pa thënë që edhe mënyra jone të organizuarit, të vepruarit, qoftë si shoqëri, qoftë si institucione, qoftë kuadri ligjor, regulator, mjetet financiare, për jetë së vërtetë dhe buxheti, për shembull që kanë 61 bashkitë për mbrojtje civile apo për kullimin dhe vaditjen, le të them t'jap një shifër për 2026, 11 milion euro kanë të 61 bashkitë e Shqipërisë për mbrojtje nga kullimi, vaditje, argjinatuar. Po më thoni ju mua, mbahet 11 milion euro dhe 61 bashkitë. Po pra, më thoni ju mua, mbahet i gjithë ky sistem që për jetës së vërtetës është i amortizuar. Duhet ta pranojmë këtë. Tereni shqiptar është disfavorshëm për situata të tilla.